Kryeministrja Giorgia Meloni të njëjtën u vendos në vijën e parë të fushatës për një referendum të rëndësishëm, duke vënë në lojë peshën e saj politike, ndërsa votimi përshëndërrohet gjithnjë më shumë në një test të autoritetit të saj. Referendumi për reformën e drejtësi që do të zhvillohet më datë 22-23 mars, përbën një përballje vendimtare për Melonin. E djathta italiane ka kërkuar prej kohësh një mundësi për të riformuar sistemin ligjor, të cilin e konsideron të prirur në favor të së majtës. Megjithatë, plebishiti kombëtar ka evoluar përtej një votimi mbi rregullat që përcaktojnë karrierën dhe mbikëqyrjen e zyrtarëve të drejtësisë, duke u shndërruar në një vot më të gjerë besimin ndaj saj dhe qeverisë së saj. Sondazhet më të fundit tregojnë se ajo mund të përballet me pengesën e parë të madhe gjatë mandatit të saj si kryeministre, pikërisht në një moment kur duhet të forconte pozitat në Itali dhe në Bruksel. Të njëjtën Meloni u shfaq me një ton të ashpër, duke akuzuar strukturën aktuale të drejtësisë për shumë raste të dështimeve të drejtësisë dhe duke i quajtur disa vendime gjyqësore surreale. Duke folur në teatrin Franco Parenti në Milano, Meloni përsëriti argumentet kryesore të fushatës së saj, duke këmbgulur se gjyqtarët nuk mbajnë përgjegjësi dhe veprën jashtë kontrollit. Ajo gjithashtu paraqet gjithnjë më shumë sistemin gjyqësor si të drejtuar nga fraksione të opozitës së majtë dhe akuzon gjyqtarët se po bllokojnë objektivin e saj kryesor për të frenuar migracionin e paligjshëm dhe krimin. Nëse reforma nuk kalon këtë herë, ndoshta nuk do të kemi më një tjetër mundësi. Do të përballemi me fraksione dhe më të fuqishme, me gjyqtarë dhe më të pakujdesshëm, me vendime edhe më surreale, ndërsa emigrantët, përdhunuesit, pedofilët dhe trafikantët e drogës do të lirohen dhe do të vënë në rrezik sigurinë tuaj, tha ajo. Në vijim Meloni shtoi, kur drejtësia nuk funksionon, nuk mund të bësh asgjë, askush nuk mund të bëjë asgjë, përveç kësaj here, duke u bërë thirrje qytetarëve të dalin të votojnë më vonë këtë muaj. Deri më tani Meloni kishte mbajtur distancën nga fushata, duke inkurajuar aleatët dhe ministrat që përcillnin mesazhin, ndërsa ajo vetë kufizoi në komente të rastësishme dhe sulme sporadike ndaj gjyqtarëve. Por pasi sondazhet e fundit publike javën e kaluar treguan se kampi i saj mund të humbas me rreth 5 pikë përqindje, kryeministrja ka vendosur tani të përfshihet më drejt për drejt. Figurat e opozitës thonë se kjo lëvizje tregon se qeveria ka frikë nga humbja. Kryeministrja, në kundërshtim me angazhimin e saj për të mos përfshirë qeverinë në referendum, është hedhur plotësisht në fushat, tha deputeti Alfredo Datore, një figurë e rëndësishme e Partisë Demokratike të Qendrës së Majtë në opozitë. Është e qartë se ajo është shumë e shqetësuar për rezultatin. Ai shtoi se votuesit mund të mos mbeten të impresionuar nëse Meloni kalon 2 javët e ardhshme duke qenë një influencuese për votën po në vend që të qeverisë Italinë në një moment tensioni ndërkombëtar. Në të vërtetë Meloni po përballet edhe me vështirësi politike brenda vendit për shkak të aleancës së saj me presidentin amerikan Donald Trump, i cili është shumë jo popullor në Itali, si dhe për shkak të luftës në Iran, për të cilën italianët kanë frikë se mund të rrisen edhe më shumë faturat e tyre të energjisë. Sfida për Melonin është se fushata e referendumit përqendrohet në ndryshime institucionale teknike që janë të vështira për të shpjeguar, edhe më të vështira për të mobilizuar votuesit rreth tyre. Argumentet janë shumë teknike dhe abstrakte, gjë që nuk fiton zemrat e njerëzve, tha Giovanni Orsina, historian politik në Universitetin Luis në Romë. Opozita ka një bazë të qëndrueshme votuesish që do të dalin kundër Melonit pavarësisht gjithçkaje, si mund t'i mobilizojë ajo mbështetësit e saj, duke krijuar një armik dhe një përplasje mes së mirës dhe së keqes, shtoi Orsina. Meloni është përpjekur ta paraqesë referendumin rreth çështjeve që rezonojnë më fort me elektoratin e saj, veçanërisht migracionin dhe sigurinë publike. Orsina tha se hyrja e kujdesshme e Melonit në fushat kishte kuptim politik. Si kryeministre nuk mund të ekspozohesh shumë, tha ai, duke shtuar nëse bëhesh fytyra e fushatës dhe humbet, paguan çmimin. Sipas tij ajo do të monitorojë sondazhet private dhe do të testojë terrenin. Nëse hyn në fushat dhe sondazhet lëvizin në favor të saj, do të bëhet më e pranishme. Nëse jo, mund të tërhiqet për të shmangur goditjen e plot, theksoi Orsina. Dilema është e qartë, pa përfshirjen direkte të Melonit, fushata rrezikon të humbas vrullin, por sa më shumë që referendumi të lidhet personalisht me të, aq më i madh do të jetë dëmi politik në rast humbjeje. Referendumi ka rezultuar një rrezik i panevojshëm për Melonin, tha Orsina. Italianët e dinë mirë se ish kryeministri Matteo Renzi u detyrua të jap dorëheqjen pasi humbi referendumin për reformën kushtetuese në vitin 2016. Megjithatë, Meloni këmbgul se nuk do të largohet nga posti pavarësisht të rezultatit. Nuk ka asnjë mënyrë që të jap dorëheqjen në çfarëdo rrethane. Dua ta shoh deri në fund këtë legjislaturë, tha ajo.